Punimet e nisur nga Bashkia e Lezhës për ndërtimin e kanalizimeve të reja të ujërat të bardha janë shoqëruar me problematika të përkohshme në disa zona të qytetit pas rresheve intensive të shiut që nisën mbrëmjen e dieshme dhe vijuan edhe gjatë ditës sotme. Si pasojë sasisë së madhe të rresheve dhe ndërhyrjeve infrastrukturore në terren në disa segmente rrugore të Lagjës Beslidhja, u evidentuan vështirësinë në qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorëve. Policia bashkiake bllokoi përkohësisht kalimin e automjeteve në rrugën Fajkonica për shkak të nivelit të lartë të ujit, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për dëme në biznese apo banesa. Problematika u shfaq në zonë e njohur si bloku 11 janari, ku regjistruan përmbytje të rrugëve të brendshme, një situatë që përsëritet pas rresheve intensive, por që këtë herë lidhet me punimet për hapjen e linjave të reja të kanalizimeve të ujërat të bardha. Për përmirësimin e situatës, ndërmarrja e shërbimeve ka ndërhyrë për të lehtësuar evadimin e ujërave, i cili në disa momente ka qenë i ngadalshëm për shkak të kushteve atmosferike dhe të punimeve në proces. Pavarësisht situatës së krijuar, procesi mësimor në shkollët e qytetit ka vijuar normalisht. Me uljen graduale të intensitetit të rresheve, situata në zonë të prekur ka nisë të përmirësohet, ndërsa punimet për sistemin e kanalizimeve synojnë të japin zgjidhje afatgjatë problematikat të tilla të ardhmen.